Ditët e dashur miq, ky është emisioni 150 Troç. Në këtë emision do të keni mundësi të ndiqni kronika nga reporterët tanë nga qytete të ndryshme, si për shembull Kuksi, Shkodra, Vlora, Gjirokastra, Korça, Ballçi dhe Durrësi. Për më tepër më njëherë Pas siglës në Troç. Përshëndetje edhe një herë, unë jam Ana. Nelson jam Genti. Vitet shumë e kaluar është hapur java ndërkombëtare e librit dhe reporterët tanë të Ballçit na kanë sjellur një material. Por unë kujtoj se edhe në emisionin e kaluar, pra të shumë e kaluar, ne kemi patur disa kronika ku një ndër to ishte edhe kronika e sjellur nga reporterët e Durrësit, ku ato kishin vizituar bibliotekën e këtij qyteti. Edhe reporterët e Ballçit sa herë na kanë dërguar një material ku flitet për një aktivitet i zhvilluar nga shkollat nëntëvjeçare të këtij qyteti, i titulluar Fëmijët dhe libri. Për më tepër ndjekim kronikën. Fëmijët dhe libri ishte aktiviteti organizuar me rastin e ditës mbarëbotërore të librit. Do të flasim sërish për libre. Kësaj radhe në një këndvështrim tjetër. Dhe këtë këndvështrim na e paraqesin reporterët e qytetit Durrësit. Në fakt në Durrës është hapur festivali i parë ndërkombëtar i poezisë titulluar Poeteka. Por diçka më shumë do na thonë reporterët e Durrësit. Le të ndjekim. Në qytetin e Durrësit u zhvillua festivali i parë ndërkombëtar i poezisë i titulluar Poeteka. Poeteka nisi udhëtimin e saj në Durrës në shtator të vitit 2004, në simbolikën në një anije e Libune. Kjo përvojë hapi rrugën për organizimin e festivalit të parë të poezisë Poeteka. Veprimtaria e këtij festivali do të realizohet gjatë një javë në pikat më të rëndësishme historike dhe arkeologjike të qytetit. Më vjen mirë që Durrësi, qyteti normalisht, po krijon një eksperiencë të re, duke u huazuar nga festivalet europiane botërore të poezisë, siç është festivali i Strugës në Maqedoni, dhe si duket ajo eksperiencë po rikthehet për herë të parë, po vjen për herë të parë në Shqipëri dhe pikërisht në Durrës, për të treguar bashkimin shpirtëror, moral, jetësor, të gjitha problemeve që trajtojnë poetët në poezi, sepse poezia është një pjesë e jetës. Tani fillon një festival poezie. Ju e dini që poezia shqipe prej kohësh udhëton në përbot. Pëlqehet, çmohet lart, se është një poezi me rrënjë të thella dhe ka shumë mesde, ka shumë diell, ka shumë temperament të këtij populli që është i gjithë një poet, po shpesh poet tragjik. Gjithsesi pra them që kjo veprimtari takon Durrësit, sepse këtu ka pasur poet të moshëm që në kohën e Ilirisë, po nuk u dihen vetëm emrat, po nuk u dihen vargjet. E pra kjo poezi shqipe që udhëton dhe që çmohet, mendoj që ata shoqëroi edhe fati i poetëve, domethënë dhe ata të udhëtojnë në përbot, se rrallë udhëtojnë. Kurse ardhja e poetëve të huaj këtu është një gjë shumë e madhe, është një dialog, një komunikim i kulturave. Ata marrin nga poezia jonë, njohin Shqipërinë, do t'i kushtojnë poezi kësaj, siç i ka kushtuar Bajroni, apo jo? Ndjehem shumë mirë në Durrës, unë vi nga Prishtina. Kam ardhur me disa kolegë të mi, me Ali Podrimjen, me Qrembashën, me Lezim Krasniqin. Përndryshe unë jam nga Ulqini dhe e përjetoj jashtëzakonisht mirë nga afër Durrësin dhe këtë atmosferë. Është një atmosferë jashtëzakonisht poetike këtu pranë detit. Ne u gëzuam shumë që nisi ky festival ndërkombëtar, kishte nevojë të madhe dhe pritëm gjatë që të kemi një festival të tillë, të presim të tjerët, poetët nga gjuhët e tjera të botës dhe të mblidhemi ne nga letërsia shqipe, të mblidhen, takohen poetët, njihen edhe të shijojnë poezinë e njëri tjetrit dhe ta shijojnë pikërisht në Durrës. Më duket se është një ide jashtëzakonisht e qelluar që ky festival të bëhet në Durrës. Unë besoj që njeriu është i zbrit
prej parajsën tokën, dhe edhe arti edhe të tjera forma të jetës shpirtërore i japi njeriu të mundësi domethënë që të rikujtoj parajsën nga e cila është zbrit. Edhe unë me mënyrë modeste jam nga ata zanatçit që përpiqen me mjete të thjeshta dhe ndajherë edhe abuzive, domethënë t'ju rikujtoj njerëzve pikërisht bukurinë që kanë lënë dikur përpara gjyshit edhe në parajsë, kupton? Disa nga kulturat pjesëmarrëse do të paraqiten në një seancë solo për të prezantuar poezinë, muzikën dhe traditat e tyre. Dita e parë u çel në portin e qytetit me pjesëmarrjen e poetëve shqiptarë të huaj. Më pas aktiviteti vazhdoi në zonën arkeologjike të quajtur Rotonda. Shumë veprimtari të tjera mbreslëndse do të shoqërojnë festivalin deri më datë 2 maj. Zhvendosemi nga libri tek problemet aktuale të shkollës. Kjo kronik na vjen nga reporterët tanë të Kukësit, të cilët shprehen të pakënaqur për një vendim që është vënë kohët e fundit të shkollën e tyre për veshjen e uniformës. Është vendosur nga drejtoria e shkollës dhe është miratuar nga qeveria e nxënësve dhe komuniteti i prindërve. Por nxënësit shprehen të pakënaqur për veshjen e uniformës. Po, njëta gjë ka ndodhur në shkollën tonë, na mban mend, para 2 vitesh kur u vë uniforma, të gjithë ishin të detyruar të vishin sepse ishte ai kontrolli i përditshëm. Por faktikisht un kam parë që në shkollë disa veshin dhe disa nuk e veshin. Fatikisht mund të themi që shumica nuk e veshin dhe pakica e veshin. Por gjithsesi, ndjekim materialin që kanë paraqitur reporterët tanë Kukësit. Pas shumë bisedimesh dhe debatesh, mes mësuesve, prindërve dhe nxënësve. Vlera historike vazhdojnë të ruhen akoma nëpër muzeet e këtij vendi. Në fakt edhe materiali në vijim, i cili na vjen nga qyteti i Vlorës, flet pikërisht për një vështrim që është bërë nga reporterët e këtij qyteti nëpër muzeet e qytetit të Vlorës. Për të parë qëndjen dhe frekuentimin e muzeeve të qytetit të Vlorës në këtë prag sezoni turistik, vendosëm që t'i vizitonim ato. Muzeu historik të jepte mjaftin të bukur, por edhe histori të bukur. Shpeshherë në kronikat tona ne kemi trajtuar problemin se të rinj kanë kohën sepse nuk dinë se si ta shfrytëzojnë kohën e tyre të lirë. Por ndonjëherë do të dish se si ta shfrytëzosh të kohë të lirë. Për shembull, mund të marrësh një libër ta lexosh, mund të marrësh me ndonjë aktivitet vullnetar, apo të bësh diçka të dobishme për komunitetin. Po këto kronika kanë qenë kryesisht në vëmendje të qyteteve të mëdha. Imagjinoni nëpër qytetet e vogla, dhe konkretisht tani do të flasim për një qytet të vogël verior siç është Kukësi. Në Kukës fatmirësisht është hapur një dritë jeshile, të rinjve u është dhënë mundësia që të shkojnë në një qendër rinore dhe atje mund të shpenzojnë kohën e tyre të lirë. Për më tepër, le të ndjekim kronikën. Këtu ndodhemi pranë qendrës rinore Kukës, e cila është e vetmja qendër për të rinj në këtë qytet. Në këtë qendër ofron Mbaj mund që para 2 vjetësh, kronisët tanë të qytetit të Korçës na kanë paraqitur një material mjaft interesant për një iniciativë vullnetare të qytetarëve të Korçës për të gjelbëruar qytetin e tyre dhe për ta mbjellur me fidan. Pa, në mbaj mend, madje di që sërish këta reporter kanë bërë një vështrim të përgjithshëm në qytetin e tyre, ku me sa duket fidanat janë zhdukur dhe kanë ngelur vetëm disa kodra të shpëllzuara. Për më tepër le të ndjekim se ç'kan përgatitur. Jemi këtu në kodrat e qytetit. Para shumë vitesh, kjo zonë ka qenë pëllëzuar dhe Sërish tek problemet e shkollës. Do të zhvendosemi tani në një qytet jugor, në Gjirokastër. Në shkollën e mesme Uranier Rumbët të këtij qyteti sapo ka mbaruar rekonstruksioni i kësaj shkolle. Por si prindërit, ashtu dhe nxënësit, edhe drejtoria e kësaj shkolle janë të pakënaqur nga ato rindërtime që janë bërë në këtë shkollë. Drejtori ka dhënë një ultimatum firmës ndërtuese për të riparuar ndërtimet që ka bërë. Ndërkohë që nxënësit janë në një shkollë tjetër, zhvillojnë mësimin atje pra dhe me orare të reduktuara. Për më tepër le të ndjekim kronikën. Kjo është shkolla Uranier Rumbët në qytetin e Gjirokastrës. Punimet për rekonstruksionin e kësaj shkolle tashmë kanë përfunduar. Por, lidhur me cilësinë e këtyre punimeve, Komiteti i Prindërve të kësaj shkolle ka ngritur një sër ankesash. Ka më se 8 muaj që kanë filluar punimet për rekonstruksionin e shkollës Uranier Rumbët në Gjirokastër dhe punimet lënë shumë për të dëshiruar. Shqetësimin e kanë ngritur prindrit e nxënësve të kësaj shkolle. Cilësia e punimeve sipas tyre nuk është ajo që prisnin, megjithse për rekonstruksionin e saj është vënë në dispozicion një fond prej 210 milion lekësh nga Ministria e Arsimit. Unë jam një profesor. Kronika në vijim vjen për një panajir mjaft interesant dhe të veçantë, gjithashtu është panajiri i nxënësve. Po mirë, çfarë ka të veçantë ky panajir? E veçanta është sepse përbëhet nga nxënës të shkollave të mesme, të cilët janë grupuar dhe kanë paraqitur krijimtarinë e tyre,
Si fillim, ky aktivitet është zhvilluar në Shkodër, por më pas do zhvillohet edhe në Vlorë, edhe në Gjirokastra. Jo, vazhdon, është në Korçë. Në Vlorë dhe në Korçë. Por si fillim të ndikmë atmosferën, të cilët do na përcjellin reporterët e Shkodrës. Ne, reporterët Troç Shkodër, ndodhemi sot në midisit e Hotel Turizmit, ku organizohet panelohen përkatësisht në Korçë dhe Vlorë, e që mund të jenë objekt i kronikave të kolegëve tanë në këto qytete. Dhe këto ishin kronikat e përgatitura për emisionin e 150 Troç. Përpara se ndami, unë kujtoj mënyrat tona të komunikimit, që është adresa jonë e emailit, shkruaj troç@yahoo.com, dhe adresën tonë të thjesht për rreth e televizionit publik shqiptar, emisionin Troç. Dhe këtu duhet ndajemi bashkë për të takuar sërish emisionin tonë 250 ditë një Troç. Mirupafshim.